Në Matty Carroll edhe Ja, joa. Asja apo. që ose ka dikush diçka me vetë, diçka të lehtë, jo po. Jam shumë e gëzume që jam në Prishtinë, si jam konë këtu që 4 vjetë. Zdi, është një ndjenje, hala s'po me, është e pa përshkrueshme, hala nuk po di, veç shumë jam edhe gati me ardhë me performu. Hala... Po, me nëzë po pras, shumë edhe shumë po kom qef, që jam këto edhe në vendin tem, mas pari, më ardhë me mujtë me bo një koncert. Me krejt antarët e bendit tem që kena bu koncerte në për Evropë edhe në Amerikë edhe me pas mundësin më ardhë edhe në Prishtinë. Ka me kënu shumë kanë prej albumit që hala nuk është released, që hala nuk u dalë. Edhe kom u ko një koncert ma i gjatë se koncertet e tjera që i kom bu, po mundoha me qitë sa ma shumë kanë që i kena të rehearsal? Tu shtrume. S'kena pregadit kur gjo për momentin. Në zone këtu kesh, jo, krejt anglisht, krejt albumit. Po mundona me pru koncertin që e kom bo në për Evropë, me pru edhe këto. Mas pari kur e kom mendu me ardhë në Kosovë, në Prishtinë për me bo një koncert, nuk kom pas qef me shit bileta ose me marë pare për veti, po me mujt diqysh mi qit me suportu rinin e Prishtinës, po e Kosovës për artë edhe për kulturë. Edhe pse e di që kena shumë nevoja për sende tjera, jo vetëm për muzikë. Kështu që unë e kom e mundu me bo sa ma shumë pjesën teme për me mujt me ndimu. Edhe kjo është vetëm fillimi. është e pakta që muj me bo sa për fillim, mandej përdu kësi si fondacion me pas jetën e gjatë. Hongër pite. Në shpe. Nana, po e mbaru pite. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.